Në mëntatit të birit të shpirtit shenjt. Zoti qoftë me ju. Vëllezër e motra, sot e diella e pagëzimit të Krishtit dhe të gjithë ne rikthehemi në atë moment të shenjt në jetën tonë, duke kujtuar fillimin e një jete të re në Krishtin me pagëzimin tonë. Që kjo me shkykremtim të jetë i denjë, t'i kërkojmë Zotit falje për fajet e mëkatet tona dhe të pendohemi për to. Po i rfehem hyj të gjithë pushtetshëm dhe juve o vëllezër e motra, se kam katmuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime. Për fajin tim, për më të madhin fajin tim. Prandaj po i porositem plumës Mari, gjithmonë Virgjën, të gjithë engjëjve, shenjtërve dhe juve o vëllezër e motra, që t'i luteni për mua Zotit hyj tonë, hyj gjithë pushtetshëm pas të mëshirë për ne, na i falë të mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. Gloria in excelsis Deo. Gloria
të lutemi. O hyj i gjithë pushtetshëm dhe jam shuar, ti që e shpallë kremtërisht Krishtin për birin tënd të dashur, kur u pagzua në lumin Jordan, ndërsa mbi të zbriti shpirti shejt. Bëj që bitët tu në shpirt, të rilindur me ujë dhe me shpirt shejt, të qëndrojnë gjithherë në dashurin tënde, në për Zotin toni Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jeton e mretnon në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim prej librit të Isais profet. Kështu thot Zoti: Ja, shërbëtori im që unë e përkrah, i zgjedhuri im, në të cilin kënaqet shpirti im, mbi të e kam ndikuar shpirtin tim. Ai do t'ua jap të drejtën popujve, ai nuk do të përtas, nuk do ta lartësoj zërin, e zëri i tij nuk do dëgjohet në sheshe. Ai nuk do ta thyej as kallamin e subtuar, nuk do ta ndal as fitilin tymues, dhe pa u trembur, ai do ta shpall të drejtën. S'do të lodhet, as nuk do të ndalet derisa ta ketë vendosur të drejtën në tokë. Ishujt e presin me afshmësimin e tij. Unë, Zoti, të thira në drejtësi, e përdore të kam marrë, të kam trajtuar e saktuar beslidhje të popullit edhe dritë për të gjithë popujt, që t'ua hapësh sytë të verbërve, që t'i nxjerrësh të burgosurit nga burgu, e prej shtëpisë së burgut, ata që rrinë në terë. Fjala e Zotit. Jepni Zotit o bijt e hyut, jepni Zotit lavdin e fuqin, jepni nderin e emrit të tij, adhurojeni Zotin në shkëlqimin e tij të shenjtë. Dëgjoni, Zoti gjëmon mbi ujëra, hyj madhërishëm gjëmon, e Zoti bubullin mbi ujëra të mëdha. Dëgjoni, Zoti gjëmon fuqishëm, ai gjëmon me madhërinë e tij. Ndërkaq në tempullin e tij të shenjtë, të gjithë thonë lavdi. Zoti e ka fronin përmbi përmbytje, ai mbretëron për gjithmonë e jetës. Lexim prej veprave të apostujve. Atëherë Pietri mori fjalën e tha: Tani me të vërtet po e marr vesh se hyj nuk i mban kujt krah. Shi përkundra, në çdo kombësi i pëlqen ai që e ka frikën e tij dhe që e zbaton drejtësinë. Ai u dërgoi fjalën e vet izraelitëve dhe u shpalli ungjillin e paqes përmes Jezu Krishtit, që është zotëria i të gjithëve. Ju e dini çka ka ndodhur në mbar Juden, duke filluar nga Galilea,
pas pagëzimit që predikoi Gjoni. Se si hyi Jezusin prej Nazaretit, e shuguroi me Shpirtin Shenjtë e me pushtet, atë që e përshkoi vendin duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë ata që kishin rënë nën pushtet të djallit, sepse hyi ishte me të. Fjala e Zotit. Ja, po vjen një me i fort se unë, thot Gjoni. Ai do t'ju pagëzoj me Shpirtin Shenjtë e me zjarr. Zoti qof me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Mateut. Atëherë erdhi Jezusi prej Galiles në Jordan te Gjoni për t'u pagëzuar prej tij. Gjoni donte t'i kundërshtonte e t'i thoshte: Mua me duhet pagëzohem prej teje, e ti po vjen tek unë? Por Jezusi i përgjigji: Lëre tani, sepse kështu na ka hije të kryejmë çdo gjë që përkon me vullnetin e hyt. Atëherë e lejoj. Fill pas pagëzimit, Jezusi dori nga uji. Dhe ja, ju hapen qejt dhe e pa shpirtin e hyt, duke zbritur por si plum, e duke ardhur mbi të. Dhe ja, një zë që vinte nga qielli, tha: Ky është biri im i dashur, të cilin e kam për zemër. Fjala e Zotit. Qoftë leftu e Jezu Krishti. Fort të dashur vëllezër e motra, edhe pse në këtë mot të ftohtë e me ngrica keni ardhur që këtu të ngrohim zemrat tona, këtu të gëzohemi në këtë të diell e të festojmë ditën kur po kremtojmë pagëzimin e Zotit tonë Jezu Krishtit në lumin Jordan. Çdo herë më kujtohet në këtë të diell pyetja që ju apat Papa Francesku besimtarëve në sheshin e Shën Pjetrit: a e dini datën e pagëzimit tuaj? Dhe janë kanë përgjigj disa duke ngritur dorën lart se po e din. Edhe vitin e kaluar e kujtoj shumë mirë që e kam përmend këtë fakt dhe
është mirë të mësojmë më datë, të mbajmë mend, sepse kemi filluar, si thash në fillim të meshës, një jetë të re në Krishtin me pagzimin tonë. Në këtë të diell kisha liturgjikisht përmbyll kohën e Krishtlindjes, ndërsa prej ditës kur Krishti u pagzua në lumin Jordan, do të kaloj një kohë e gjatë, rreth 30 vjet, nga ajo e Gjon Pagzuesit, kur do të dëgjojmë atë duke thënë fjalët e mëdha, e duke bërë me gisht ka Krishti, ja qengji i hyjt që ja shlyen mëkatin botës. Gjon Pagzuesi, që nuk ishte rast e as Krishti, që qysh prej fëmirisë së tyre të takohen më, ndjejmë tani jehonën zërin e të dyve në këtë komunikim gjatë pagzimit, se unë duhet pagzohem prej teje e ti po vjen të kun, lëre tani, i thot Krishti. Kështu na ka hije të kryejmë çdo gjë që përkon me vullnetin e hyjt. E vullneti i hyjt ishte mishrimi, ardhja e tij në botë, marrja e natyrës njerëzore, duke u bërë ngjashëm me ne në të gjitha përveç mëkatit, vetëm e vetëm nga dashuria që ka për ne e për të na shëlbuar. Ndërsa Gjoni po pagzonte me pagzim kthimi, Krishti, duke hyrë në ujë, do t'i shejtroj të gjitha ujrat në mënyrë që ata që pagzohen të hyjnë e të bëhen pjesë e kishës, trupit mistik të Krishtit. Edhe Shën Pali Apostull e pohon këtë gjë në veprat e apostujve kur thot: Gjoni ka pagzuar me pagzimin e kthimit, duke i predikuar popullit që të besoj në atë që do të vijë pas tij, në Jezusin. Dhe i gjithë pagzimi i pararendësit të Krishtit mbështetej në këtë fakt. Unë po të pagzoj, unë po të kushtoj, e po të përgadis për atë që është më i madh se unë, për atë që do të pagzoj me shpirtin shenjt e me zjarr. Dhe e shohim, po Krishti u pagzua, e a pati nevojë. Të gjithë e dim që jo, është ai themeluesi i pagzimit, por pikrisht për t'i dhënë rëndësi kthimit shpirtnor të njerëzve, për ta theksuar këtë rëndësi, ai e miraton pagzimin e Gjonit. Pastaj edhe me pagzimin në të ardhmen, të gjithë ne do të bëhemi një trup i vetëm, një bashkësi e cila lëvdon emrin e tij e udhëheqet prej themeluesit të saj. Çfarë veçon pra pagzimin e Krishtit nga pagzimi ynë? Njerëzit zhyteshin në ujë që me penes të kthehen, por Krishti, duke hyrë në ujë, i shejtron ato për shejtrimin e njerëzve. Dhe shohim
ju hapën qiejt dhe pa shpirtin e hyjt, duke zbritur poshtë si plumb e duke ardhur mbi të. Dhe një zë që vinte nga qielli tha, ky është biri im i dashur, të cilin e kam për zemër. Që atëherë, të gjithë ata që janë pagzuar, të gjithë ne që jemi pagzuar, na janë thënë po këtë fjalë prej hyjt, ti e biri im, ti e bija ime, të cilën e kam për zemër. Dhe në aspektin baritor, kur flasim për pagëzimin e Krishtit, për merit të tij, vëllezër e motra, na është thyer jeta në Zotin, edhe sot, kur dikush pagëzon, është Krishti që pagëzon. Ne jemi ata mbashtues, të cilëve Krishti u abesoi këtë mision në botë, por kur dikush pagëzon, Krishti është që pagëzon. Dhe mu për këtë arsye na bëhet thirrje që mbi këtë themel feje ta ndërtojmë jetën shpirtërore, të praktikojmë sakramentet, vetëm ashtu pagëzimi, krezmimi, kungimi do të japin frytet e nevojshme për shëlbimin e shpirtit tonë. Lumi Jordan mbetet dhe konsiderohet lum i shenjtë për të krishterët. Me trupin e tij, Krishti e ka shejtruar ujin e Jordanit, por edhe ne ta kujtojmë faktin që momentin që na janë thënë fjalët e pagëzimit, formula e pagëzimit, duke na u hedhur ujë mbi kokën tonë, kemi hyrë në jetën e Krishtit duke u bërë pjesë e jetës së tij. Prandaj Zoti i hyj, është i gjallë në mesin e bashkësisë së vet. Zoti i hyj është ai që e udhëheq atë. Ne të gjithë, ditë për ditë, duhet të angazhohemi drejt shëtrimit tonë, kemi këtë liri të plotë e përgjegjësi që të angazhohemi ti përngjajmë me jetë virtytshme, por është ai që na ka larë edhe prej mëkatit të rrjedhshëm, duke na ftuar të bëhemi pjesëtar të lumturisë së përjetshme të tij. E të mos e harrojmë sa e rëndësishme e për ne edhe si popull është fakti se formula e pagëzimit është teksti i parë në gjuhën shqipe që e njohim deri më tani. Edhe këtu në vetratën e katedrales e shohim Palengjëllin me këtë tekst në dorë, por po të mos thuheshin këto fjalë, uji do të mbetej ujë. Uji thjesht dhe nuk do të kishte pagëzim. Prandaj formula unë po të pagëzoj në emrin të Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjtë, ja jep të fuqi ujit, mësaje të vullnetit të Zotit, që ne të marrim këtë sakrament që është një herë i pagëzuar, për gjithmonë i pagëzuar. Ta lutim Zotin që populli ynë ta kuptoj sa e rëndësishme është të hapesh ndaj Zotit, ta pranosh atë në thjeshtësinë e zemrës, jo në atë ngurtësinë se hyj është i plot fuqishëm me diku larg që të rre mbi kokë për gjykuar për faje mëkate, por një hyj dashuri i cili u përvojtnua atë shumë sa u bë si njeri prej nesh për të na i dëshmuar këto gjëra të shenjta e për më tepër për të na folur me simbolika të ndryshme, shenja të fuqishme, sikur ajo e njohjes së Trinisë së Shenjtë, pikërisht për herë të parë
në pagëzimin e Krishtit në lumin Jordan. Ta lusim që të na ndihmoj të gjithve këto sakramente, të mbajmë në jetën tonë dhe të vlerësojmë si ato shtylla që mbajnë të palekundshme jetën tonë shpirtërore për të qëndruar në hirin e Zotit dhe për të praktikuar sakramentet. Rrëfimi i shenjtë na pastron gjatë gjithë jetës e vazhdimisht, që pastaj të bëhemi pjesëtar denjë sofrës së Krishtit, që të mund të kungohemi me të, me trupin e tij, me korpin e tij, e të mendojmë edhe në këtë ditë pikërisht duke kërkuar prej Zotit na shndrit me fjalën e vet e të na mbajë qëndrueshëm në këtë rrugë të jetë. Amen. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Besoj në një hyjë të vetëm, Atin e gjithë të shtë. Jetë vetë një birin e tyt, të lindur prej Atit para të gjithë shekujve, hy prej hyjt, dritë prej dritës, hyj vërtet prej hyjt të vërtet. I lindur jo i krijuar, i një qenshëm me Atin, në përmjet të cilët janë krijuar të gjitha senet. Ai për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qiellit, e u mishua për virtyt të Shpirtit Shenjtë prej Virgjës Mari, e u bë njeri dhe u kryqëzua për ne në Poncin Pilat, soi dhe u varros, dhe unë gjallë të tretën ditë si pas shkrimeve, e unë qitë në qiell, dhe rrenet e djathtën e Atit, dhe përsëri do të vinë lavdi, për të gjykuar të gjallët e të vdekurit, e mbretnia e tij nuk do të ketë mbarim. Besoj në Shpirtin Shenjtë, që është Zoti i dhënës, që rrjedh prej Atit e prej Birit, që me Atin e me Birin adhurohet e lavdërohet, që foli me anë të profetëve, edhe një kishë të vetme, të shenjtë, katolike dhe apostolike, dëshmoj një pagëzim të vetëm për faljen e mëkateve, pres ngjalljen e të vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen. Vëllezër e motra, në këtë festë të pagëzimit të Zotit jemi të ftuar të reflektojmë mbi pagëzimin tonë. Të mundohemi të kuptojmë vlerën e dhuratës që ke marrë, dim t'ja përshtasim jetës duke thënë së bashku, na përforco në shpirtin tënd o Zot. Që kisha të krye misionin për të drejtuar njerëzit të Krishti, duke bërë që me pagëzimin të futen në familjen e hyjet të lutemi. Na përforco në shpirtin tënd o Zot. Që çdo i pagëzuar të kuptoj madhështinë e dhuratës që ka marrë dhe të jetë besnik në angazhimet dhe detyrimet e tij të lutemi. Na përforco në shpirtin tënd o Zot. Që të krishterët të kërkojnë ndihmë për varfërinë e njerëzimit, duke luftuar kundër urisë, luftës, ignorancës, padrejtësisë, të lutemi. Na përforco në shpirtin tënd o Zot. Që prindrit të kërkojnë pagëzimin për fëmijët e tyre, gjithmonë të shtyrë nga feja e tyre, të lutemi. Na përforco në shpirtin tënd o Zot. Që Ekuaristia të cilën sot po e kremtojmë, të bëjë që të dëshirojmë me gjithë zemër bashkimin e fesë dhe të dashurisë të dëshiruar nga vetë Krishti, të lutemi. Na përforco në shpirtin tënd o Zot. Të lutemi edhe për të gjithë katekumenet të cilët po përgatiten për pagëzimin e shenjtë, që Zoti t'i shndrit me shpirtin e vet e t'i mbajë të qëndrueshëm në fe, të lutemi. O atë burim jetë dhe shpëtimi, dëgjoj lutje që bijtë të tu trilindur nga ujë dhe shpirti i shenjtë, i drejtojnë mëshirës sate të pafund në për Krishtin Zotin tonë.
Lutoni, vëllezër e motra, që flia ime dhe juja dale pëlqyeshme para hyjt, Ati të gjithë pushtetshëm. Zotje, prano flimin prej duarve të tua. Ai është dalë për ne në lavditën, si edhe për dobit tonë, e të mbarë kishës së ti të shenjtë. Pranoj, po të lutemi o Zot, dhuratat e kushtuara në rastin e zbulesës së birit tënd të dashur, kështu që kushtesa e besimtarve të tu, të kalojnë e flinë e ati që në mshirën e vedeshit t'i lajmë katët e botës. A jeton e mretën në shekujt e shekujve. Zoti qoftë me ju. Të lartësoj me zemrat. Të falenderoj me Zotin hyjin ton. Për një mend është punë e denjë dhe e drejtë, është detyra jonë dhe burim shpëtimi, të falenderojmë gjithmonë e gjithkund, ty o Zot ati i shenjtë, hy i gjithë pushtetshëm dhe i hamshuar. Ti në Jordan ke bërë shenja të mrekullueshme, për të zbuluar misterin e larjes së re. Nga qielli u dëgjua zërit, që botat të besoj se fjala jote banonte mes njerëzve, dhe me anën e shpirtit shenjtë që zbritin e trajtën e plumbit, Krishti mundit e njetë si shërptori ytë, i lyer me vajin e gëzimit, dhe i dërguar për të shpallur ungjillin skamnorve. Dhe prandaj me fuqi qiellore gjithherë të kremtojmë mbi tokë, duke i kënduar madhrisat e papushim. Me të vërtet je shenjtë o Zot burimi çdo shejtërie, ty pra po të lutemi, shejtroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën të falenderoj e theu, u dha nxënësve të vet dhe tha: Merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu, pasi u krye darka, mori edhe kelkun, përsëri të falenderoj, u dha nxënësve të vet dhe tha: Merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim.
Misteri i fesë. Kumtojmë vdekjen tënde, o Zot. Shpallim gjalljen tënde dhe presim ardhjen tënde me lumturi. Prandaj, o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përbujtni që Shpirti i Shenjtë na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bjerë në mendo sot për kishën tënde të shpërndarë në 4 anët e botës, për sosë dashuri, bashkë me papën tonë Leonin, me peshvin tonë Doden dhe me gjithë klerin tëndë. Le të bjerë në mend edhe vëllezërit e motrat tona, të cilët pushuan me shpresën të nxjalljes, edhe për të gjithë ata që vriqen në mëshirën tënde, pranoje edhe ata në të ditën e fytyrës së sate. Po të lutemi, ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëmi besën në jetën e pasosur me Marin Veqe Hylindëse, me Shën Josefin fatin e saj, me Shëndër Apostujt me të gjithë e shëndrit që gjithë herët të pënqyllë, që të madhrojmë dhe të lëpdojmë në për Jesu Krishtin, birin tëndë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, Ty o atë hyj gjithë pushtetshëm, në bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qoftë çdo ndere e lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Të nxitur nga urni shëlbuesit e sipas mësimit e Tij hynor, marrim guxim të themi: Ati ynë që je në qiell, ushet noftë e mjet, ardhë mretnia jote, u baftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bim në tundim, por na liron nga i keqi. Na liro po të lutemi o Zot, prej të gjitha të këqijave dhe për mirësinë tënde na jep paqe në ditët tona. E në saje të mëshirës sate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit. Ty o Zot jem brek, Ti i gjithë pushteshëm, Ti i lumtur na. O Zot Jezu Krisht, Ti u ke thënë apostujve Tu, po ju le paqen, po ju ja paqen time, mos i shiko mëkatet tona por fenë e kishës sate, jepi asaj sipas vullnetit të në paqe dhe bashkim, Ti që jeton në mretna në shekuj të shekujve. Paqja e Zotit qoftë gjithmonë me ju. Jepjeni njëri tjetrit shenjën e paqes. O
Ja qengji hyjt, ja I që shlyen mëkatët e botës, lum ata që janë të thirrën për gostinë e qengjit. O Zotë, nuk jam I denjë që të marrë pjesë në krijesën tënde, por thuaj një fjalë të vetme e shpirti im do të shërohet.
Të lutemi. Të ushqyere me dhuratën e shenjtë, me përvojtni po I lutemi o Zot mirësi sate. Bëj të dëgjoj me besnikri të një lindurin birin tënd, që një mend të quemi dhe të jemi bitë tu të vërtet, në për Krishtin e Zotin e tonë. Dhe ju lutem edhe për një minutë kohë për lajmërimet e famullisë. Sot e diella e pagëzimit të Krishtit, mesha në gjuhën angleze është në orën 5 në katedrale, në kishën e shëndot mesha është në orën 6 dhe si gjithmonë çdo ditë mesha këtu në katedrale në orën 6 në mbrëmje, para prin lutja Rozarës, tenjteve, adhurimi, para qitnushmit sakrament, ndërsa të martën mesha është në kishën e shëndot në orën 11. Të shtunën vazhdojmë me katekizmin për fëmijë dhe ju lutem juve prindër që tashmë koha po kalon shpejt e le të përgatitem sa më mirë për sakramente fëmijët dhe ju ftojmë që t'i bjeni në katekizëm të shtunën edhe në fund kishës e keni orarin të shkruar, klasa parë deri në klasën e 4 në orën 9:30, klasa 5 deri në klasën e 9 në orën 11. Siç e shihni, Don Leonardi po mungon, por ai gjendet në Amerikë. Për rreth 3 muaj do të bëj një kurs të gjuhës angleze dhe urojmë që t'i shkoj mirë mbar, ndërsa ne me bekimin e shtëpive, familjeve, këtu në Prishtinë do të fillojmë nesër, edhe atë lagjën e Ulpianës. Do të mundohemi t'ju thrasim në telefon, por kryesisht bekimet në duhet t'i bëjmë në mbrëmje. Kur ju jeni në shtëpi, kur ju I keni fëmijët në shtëpi e kthehen prej shkolle, nuk do të mund të përshtatemi krejt dëshirave e orareve, por kur t'jem në Ulpian, ne do të vim të dera. Kështu që I ftoj edhe shoqëruesit e vitit kaluar që na kanë ndihmuar shumë, ta kenë me dije që do t'i kontaktoj në mënyrë që të na ndihmojnë, e shoqërojnë dhe ta gjejmë çdo familje e çdo besimtar që dëshiron të bekojë shtëpinë e familjen e vet. Kalendarin mund të merrni të zyra famullisë për vitin 2026 dhe krejt fundmeshës dëshiroj t'i falenderoj vëllezërit Salesian, por edhe Don Samson Pietraj, që gjendet me shërbim në Itali për pjesëmarrje në këtë meshë të shenjtë dhe I urojmë atij, po edhe të gjithë juve, vit të mbar, të begat me shëndet e bekimet Zotit. Tani qomin kamp, marrim bekimin e tij. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Ju bekoftë ju ruajt hyj gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjtë. Me që krye shkonin e pache. Falenderojmë